Vullneti I popullit shqiptar të Kosovës nuk është një nen kushtetues me të cilin mund të abuzojë dikush. Me njëherë pas zgjedhjeve, para se Kosova të ketë qeveri të re, Kosovës fillimisht I duhet president. Në vend që institucionet të funksiononin normalisht dhe të respektohej vullneti I qytetarëve, u zgjodh rruga e bojkotit dhe blokadës institucionale. LDK I ka hapë dyrt, LDK I ka hapë mundësitë, Ky bojkot pra nuk ishte I rastësishëm as për herë të parë. Lidhja Demokratike e Kosovës të garoj me presidentin Vjosa Osmani si kandidate për presidentet të Republikës. Pas zgjedhjeve, ne sërish do të kërkojmë bashkëpunim për një president jo partijak. Me shpirt e me zemër e me mendje. Maj preferume. E vetë një shpresë të ti. I keni po një punë të shkëlqyeshme, sidomos në arenën ndërkombëtare. Ju dëgjova, prandaj po bashkohemi. Zonja Osmani do të jetë bartës e listës pra listës Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe do të jetë vetë e 20-ta në listën përfaqësuese të LDK-s dhe ndara do të jetë proporcionale sa I përket renditjes brenda listës, janë çështje teknike që tash sekretariati I LDK-s I trajton me kohë. 103 vota ishin për. Ata mendojnë se duke bllokuar zgjedhjen e presidentit do ta bllokojnë vullnetin popullor. Por jeta nuk bllokohet me procedura dhe vullneti I popullit është I gjallë. Vullneti I popullit shqiptar të Kosovës nuk është një nen kushtetues me të cilin mund të abuzojë dikush, është forcë e historisë që na shpije pandalshëm përpara. Me njëherë pas zgjedhjeve, para se Kosova të ketë qeveri të re, Kosovës fillimisht I duhet president. Ky është realiteti kushtetues dhe politik I Republikës. Dhe përballë këtij realiteti, ne nuk mund të sillemi sikur çështja e presidentit nuk ekziston. Nuk mund të fshehim krizën që fshihet për të rikthyer sërish vendin në pllogat pas zgjedhjeve, për të nisur një cikël të ri zgjedhjes, siç po na paralajmërojnë dhe kundërshtarët tonë tashmë. Përkundrazi, ne duhet I japim qytetarëve qartësi politike që tash. Duhet I japim zgjidhje që sot, në mënyrë që ata me vot të përcaktojnë këtë çështje dhe të ndërprejnë dëshirat e rrezikshme të destabilizuesve. Pas zgjedhjeve, ne sërish do të kërkojmë bashkëpunim për një president jo partijak. Për një president të ri jashtë skenës aktuale politike, me integritet e me kompetencë, me vlera e me merita profesionale e kombëtare, dhe ata e dinë që kjo ofertë e jona është shprehje e hapjes sonë, që është tipike për një subjekt demokratik, por atë që ata mbase nuk e dinë dhe është mirë ta kuptojnë është se edhe populli e di të vërtetën. Pak ditë më parë, për shkak të mos zgjedhjes së presidentit, u shpërnda një kuvend plotësisht legjitim, I dal nga zgjedhjet ku qytetarët e Kosovës folën qartë, drejtë dhe bindshëm. Vullneti I tyre ishte I padiskutueshëm. Mandati ishte I qartë, legitimiteti ishte I plotë. Dhe për një kohë shumë të shkurt, u votuan shumë marrëveshje të rëndësishme ndërkombëtare e shumë ligje që do të ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Por edhe kësaj radhe, në vend të respektimit të verdiktit qytetar, u prodhuan kriza artificiale dhe blokada politike që quan vendin drejt zgjedhjeve të reja. Fatkeqësisht, kjo nuk është diçka e panjohur për qytetarët tanë, të njëjtën qasje kemi parë edhe vitin e kaluar për më shumë se 10 muaj me radhë, pengesa, vonesa, bojkoti organizuar dhe shmangje nga përgjegjësitë kushtetuese. Ky bojkot pra nuk ishte I rastësishëm as për herë të parë. Ishte një strategji presioni politik për ta futur vendin në një cikël të pafund zgjedhjesh, me shpresën se pasiguria dhe krizat e vazhdueshme do ta dobësonin vullnetin qytetar. Në vend që institucionet të funksiononin normalisht dhe të respektohej vullneti I qytetarëve, u zgjodh rruga e bojkotit dhe blokadës institucionale. LDK I ka hapë dyrt, LDK I ka hapë mundësitë, LDK I fton gjithë rrugovistët, besimtarët në Republikën e Kosovës, të bashkohen kësaj listës për ndryshimin e madh.
dhe jo rasisht në ditën e Evropës. Sot festojmë Evropën e madhe, Evropën e Shumanit, cilën ne kemi ëndër pas lirisë dhe pavarësisë, ëndra e popullit të Kosovës ka qenë familja e madhe evropiane, BE-ja. Lidhja Demokratike e Kosovës të garoj me presidentin Vjosa Osmani si kandidate për presidentet Republikës dhe njëkohësisht bartëset listës tonë zgjedhore dhe me mua, kryetarin LDK-s, si kandidat nga LDK për kryeministër të Republikës. Ky propozim bashkimi është mbështetur dhe votuar në plotësi nga kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sot këtë propozim po shtroj edhe para jush, para Këshillit të Përgjithshëm.